zhvillimet politike në vendin tonë, jemi thuajse plotësisht në përmbyllje të procesit të numrimit të votave për zgjedhjet e fundit, cilat u mbajtën me 7 qershor. Kemi dhe disa vota për të rinumruar që janë në proces të rinumrimit, pra disa vendvotime, të cilat pritet pra të përmbyllen pas ditën e ditës së sotme, dhe zyrtarisht do t'i kemi pra edhe shifrat që do t'na tregojnë se si janë rezultatet për zgjedhjet e 7 qershorit, dhe pse tashmë thuajse i dim ato rezultate. Kemi një përbërje të re të kuvendit të Kosovës, është mund quhet mjaftueshëm e re, apo është e ngjashme me atë që ka qenë para këtyre zgjedhjeve. Do të jetë temë diskutimi që do ta bëjmë në vazhdim me politologin Adit Gjinali, të cilin e kam në linjë të drejtë për drejtë me Viber. Zotëri Gjinali, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Tani jemi thuajse në përfundim, siç e thash, të numrimit të plotë të votave, dhe tashmë kemi një pasqyrë bukur të qartë edhe të kuvendit të Kosovës me numrimin edhe të votave për deputet. Si e shihni këtë përbërje të re të kuvendit të Kosovës? Thuajse procesi është i përfunduar dhe praktikisht përbërja të paktën për sa i takon renditjes partive politike nuk ka ndryshuar, ku dihet tashmë forca e parë që është Lëvizja Vetëvendosi, që pasohet përkatësisht nga Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca, dhe më pas të gjitha partitë e tjera të minoriteteve, të cilat përbëjnë plotësinë e kuvendit të Kosovës me 120 ulëset e tij. Mendoj që rezultati në tërësi, patjetër që është një rezultat i cili ishte i ndryshëm nga parapraku i 7 qershorit, por patjetër që secila palë dhe shumë kush ndër komentatorët, politologët dhe analistët do priste të gjithë përfundimin e procesit. E qartë që Mërgata sërish është konfirmuar si një ambar politik i votave të partisë parë Lëvizjes Vetëvendosit, dhe praktikisht votat e Mërgatës ishin përcaktuese në kalimin e numrit magjik 51 për sa i takon mundësisë që partia e parë ka për të krijuar qeverinë e vetme. Kemi një panoramë të ndryshme në kuptimin e që shohim një votim të ndryshëm të qytetarëve rezident në Republikën e Kosovës dhe një votim i ndryshëm për sa i takon qytetarëve të Mërgatës, të cilët jetojnë dhe punojnë jashtë Kosovës. Patjetër që është demokratike dhe është normale si një qasje ndryshme e të dy flukseve dhe segmenteve të popullsisë. Mbetet për të parë analizuar në vijim si nga partitë politike, njëjtë edhe nga politologët, analistët, komentatorët dhe studiusit, për sa i takon këtij ndryshimit të madh që ekziston mes qasjes dhe përkatësisë politike të njëri segment popullsisë dhe se si e shikon një segment tjetër. Megjithatë, kryefjala e këtyre zgjedhjeve ishte pikërisht mungesa e madhe e qytetarëve dhe pjesëmarrja shumë e ulët në këtë proces. Një mesazh i qartë i qytetarëve të Republikës Kosovës, përkatësisht për të dëshmuar dhe për të treguar partive politike që tashmë ka ardhur koha për zgjidhje të qëndrueshme politike nga njëra anë, dhe nga ana tjetër ka ardhur koha që pikërisht këto zgjidhje politike të qëndrueshme duhet që të ndërtohen si rezultat dhe duke u bazuar në mendësinë e konsensusit. E një konsensusi si një vlerë e rëndësishme, e cila patjetër që ndon në themel të një shoqërie demokratike, të një kulture demokratike, të një klase politike e cila duhet dëshmojë që të kalon shumë shka nga dallimet e vogla, të cilat realisht janë të vogla përpara një interesi të madh shtetëror të Republikës Kosovës. Kështu që çështja është që praktikisht kemi të bëjmë absolutisht me një moment i cili sot është real dhe përbërja parlamentare tashmë imponon qartë konsensus për sa i takon pikërisht asaj që nuk u realizua në një periudhë më parë, që ishte pikërisht zgjedhja e presidentit të Republikës. Në fakt në radhë për sa i takon edhe normës dhe vlerave kushtetuese, përkatësisht ishte partia e parë e cila bllokoi procesin e zgjedhjes presidentit në periudhën e mëparshme, dhe kështu që besoj se tashmë të gjitha partitë politike bashkë me partinë e parë
duke pasur parasysh jo derën e suksesit të arritjes të qelit të vetëm në fitoren e radhës, por duke pasur parasysh atë bojkot masiv të qytetarëve të Republikës Kosovës që zgjollën të mos ta ushtronin të drejtën e votimit për sa i takon këtij momenti. Mendoj që do të jetë një moment përgjegjësie për partitë e parë dhe për partitë e tjera politike, përkatësisht për arritjen e një zgjidhje të qëndrueshme institucionale. Gjinali, por nëse flasim pra edhe për një krahasim me zgjedhjet e paraprake, edhe me këto që kishim tani, pra janë karakterizuar me një numër të ulët të qytetarëve të cilët kanë dalur për të shprehur të drejtën e tyre për votë dhe që u përkthyen në një mesazh të qartë për të gjitha partitë politike, por gjithsesi në këto zgjedhje kemi parë edhe kandidatë të rinj për deputet të cilët kanë marrur pjesë dhe mendoni që në zgjedhjet të cilat janë të jashtëzakonshme, në zgjedhjet të cilat bëhen në një kohë rekorde në rrethana më ndryshe, në rrethana të cilat detyrojnë pra një organizim më të shpejtë të zgjedhjeve, të marrësh pjesë si një kandidat i ri dhe që ndoshta ky që është për herë të parë në politik, e vlerësoni që është një gabim, sepse nuk arrin ndoshta ta dëshmosh vetëm para qytetarëve dhe të tregosh për atë se çfarë ti je dhe përfaqëson në realitet, apo thjesht ka edhe faktorë të tjerë në këtë mes? Shikoni, nuk është gabim, praktikisht secili parasheh rrugtimin e tij politik ose të saj politik sipas një shpërfaqje të gjithë ambicjes individuale. Mendoj që kemi panorama të ndryshme në procese të ndryshme zgjedhore, ku kemi parë dhe figura që kanë qenë rishtas për herë të parë në garime zgjedhore, por që kanë arritur që të fitojnë një ulse në kuvend sipas përkatësisë politike. Në ana tjetër kemi parë dhe raste të tjera që nuk kanë pasur këtë mundësi dhe nuk kanë arritur dot që të jenë pjesë e parlamentit. Mendoj që dinamikat janë ndryshme, panoramat janë ndryshme, ka të bëjë me aspektin individual, ka të bëjë me partinë në cilën ti garon, ka të bëjë me procesin zgjedhor në tërësi, patjetër që ka të bëjë me shumë elemente të tjerë të koherencës dhe të gjithë aspekteve të cilat shpërfaqen në një proces zgjedhor. Por nga ana tjetër mendoj që ka të bëjë edhe në vetvete dhe me mënyrën se si vetë individi, e kur them individi i cili me gjithë eksperiencën e tij jetësore, politike, profesionale, individuale, duke pasur parasysh edhe kontekstin demografik pra zona nga cilën ai vjen, për te faktit të votimit në Kosovë në një zonë të vetme zgjedhore, pasi sistemi zgjedhor i Kosovës dihet se si është dhe vota praktikisht është e tillë, por patjetër që një votë kohezive në momente të caktuara, patjetër që ndihmon më shumë se sa një votë e cila nuk është kohezive dhe që është më e shpërndarë. Kështu që mendoj që ka eksperjenca të ndryshme, ka profile të ndryshme, ka panorama të ndryshme, dhe nga ana tjetër patjetër që shohim që ka dhe momente të ndryshme në të cilat individ të caktuar janë shpërfaqur në skenën politike. Kemi eksperjenca shumë pozitive të individëve të cilët për herë të parë kanë garuar, kanë arritur të jenë pjesë e kuvendit dhe më pas në herën e dytë të tyre kanë arritur në numrin e votave, pra që tregon që performanca e tyre individuale dhe politike ka qenë e lëvdueshme. Kemi dhe individë të cilët për një arsye apo tjetër kanë fituar një mandat dhe në zgjedhjet posaçëse e kanë humbur këtë mandat, jo detyrimisht ta individ kanë performuar jo mirë dhe negativisht, por ndoshta edhe konteksti i përgjithshëm i partisë në cilën ata kanë garuar dhe i rezultatit tërësor në radhë parë i partisë. Nga ana tjetër të gjitha dinamikat politike të brendshme të partisë përkatëse, apo njëkohësisht edhe procesi zgjedhor në tërësi dhe mënyra e përgatitjes fushatës, mendoj që kanë pasur edhe ndikimin e tyre. Pra jo detyrimisht njëri i cili ose garon për herë të parë mund ta konsideroj si një tentativë të dështuar dhe të gabuar garimin e tij për herë të parë, ashtu si nuk mund të konsiderohet patjetër dështim individual i kandidatit apo kandidates nëse nuk merr një mandat të dytë të radhës, pasi ka marrë një mandat të parë,
Dhe nga ana tjetër, patjetër që është lajm i mirë në secilën parti kur kandidatë cilët për herë të parë garojnë dhe arrijnë që të futen dhe të jenë pjesë e parlamentit, pasi patjetër jep mesazhin e rëndësishëm të një rinovimi gradual të secilës parti dhe jetës politike në tërësi brenda një normaliteti dhe natyrshmërie të caktuar në përputhje dhe me sjelljen e votuesit në këtë rast të votuesit të Kosovës. Unë mendoj që nuk është e gabuar nëse një i ri apo e re vendos apo pranon një propozim të partisë politike përkatëse për të garuar në një proces zgjedhor i cili në fakt është i shpejtë në një fushat të shkurtër, pasi në fund ditës është fillimi i një rrugtimi, duhet parë si fillimi i një rrugtimi me sfida, por patjetër një rrugtim i shëndetshëm. Është mirë dhe pozitive kur rezultatet për herë të parë janë pozitive dhe menjëherë arrihet një ulse në kuvendin e vendit, por nga ana tjetër patjetër që vetet për të parë dhe është e shëndetshme nëse personalitetet përkatëse e konsiderojnë garën politike si fillimin e një maratone, dhe jo fillimin e një sprinti, por fillimin e një maratone në kuptimin e sfidave të vazhdueshme dhe një rritje të vazhdueshme të rëndësishme në kontekstin politik. Jo të gjithë kanë mundësinë që të jenë pjesë e këtyre listave, pra të jesh pjesë e listës është një mundësi, është një realizim individual në kontekstin politik dhe patjetër që kjo mundësi duhet parë nga të rinjtë si një vazhdim dhe jo dekurajim për gjithë ata të rinjtë cilët për një arsye apo tjetër, ose nuk kanë konfirmuar mandatin e tyre ose nuk kanë arritur dot që të jenë pjesë e kuvendit. Zotëri Gjinali, dhe një pyetje të fundit shkurtimisht, mendoni që pjesëmarrja më e ulët në zgjedhje e qytetarëve ka ndikuar edhe në votat, është reflektuar edhe në votat për deputet. Kemi parë deputet të cilët në të kaluarën kanë qenë mjaft të votuar dhe që tani mund të themi kështu mezi që kanë siguruar një ulse në kuvendin e Kosovës. Ka pasur ndryshime në këtë aspekt. Mendoni që qytetari në një forme ka dënuar edhe me votën e tij edhe performancën e secilit deputet në parlamentin e Kosovës, apo ky reflektim ka qenë për shkak të një numri më të ulët të votave të daljes në zgjedhje edhe situatës në përgjithësi politike, apo ka qenë një mesazh i drejtë për drejtë i qytetarit karshi një deputeti që sipas tij ka vlerësuar që nuk ka qenë mjaftueshëm aktiv? Ka lexive të ndryshme. Ka lexive ndryshme për sa i takon rasteve të ndryshme. Në rast parë, leximi i parë është nëse ka një koherencë mes numrit që është vendosur në renditjen e listës zgjedhore nga njëra anë dhe votave që ka marrë kandidati apo kandidatja përkatëse në anën tjetër. Patjetër që kemi edhe sa i takon dhe faktit që mundet që të ketë edhe një vot saktuar përkatëse ndaj njërit apo tjetrit kandidat, një vot pozitive apo vot negative. Por kjo duhet parë, mendoj, në kontekstin edhe në kontekstin zonal. Pra përkatësisht të zonave të caktuara, pasi secili kandidat për te fakti që garon në gjithë Republikën e Kosovës ka domenet e veta zgjedhore dhe elektorale, dhe patjetër që mund të ketë një lexim të ndryshëm për sa i takon një procesi më pashëm zgjedhor mbi votën e tij dhe një procesi tjetër zgjedhor, dhe aty duhet parë përkatësisht edhe realisht pikërisht sjellja e votuesit të bazës së tij elektorale me kandidatin përkatës, duke pasur parasysh njërin zgjedhjet aktuale me zgjedhjet e mbarshme. Pra leximet janë të ndryshme, dhe secili lexim i ndryshëm patjetër që bën që dhe përfundimet të jenë të ndryshme dhe interpretative. Patjetër që ka rëndësi dhe mbetet për të parë në disa momente dhe rezultatin në tërësi i partisë politike, pra rezultatin në tërësi i partisë politike dhe më pas ka të bëjë dhe me faktin, siç e thash, të mënyrës se si në radhë parë ka qenë koherenca mes vendosjes në listë, numrit vendor në listë dhe numrit të votave, dhe nga ana tjetër kandidatët saktuar, të cilët janë të identifikuar me zonat saktuara zgjedhore që buron nga fakti i angazhimit tyre politik apo nga konteksti demografik që pikërisht ta kandidat janë banor apo të lindur të rritur në ato zona apo që kanë ushtruar të gjithë aktivitetin e tyre politik dhe profesional në zonat përkatëse, dhe mbetet për të parë më pas cili është impakti i tyre përkatësisht në zonat përkatëse zgjedhore në raport me zgjedhjet e mbarshme. Pra mund të shohim në një kontekst kombëtar, por mund të shihet në një kontekst më lokal. Për te fakti që patjetër që vota kombëtare prevalon. Pra, mendoj që leximet janë ndryshme, patjetër që mendoj që më mirë se kushdo tjetër dhe se sa leximet tona, vetë deputetët e zgjedhur apo dhe të pazgjedhurit, mendoj që e bëjnë më së miri analizën dhe kuptojnë shumë qartë
përkatësisht faktin nëse votuesi ka pasur një mesazh ndaj tyre, një mesazh shkundës, një mesazh konfirmues apo një mesazh dëshkues. Kështu që mendoj që kanë çështje të leximeve, të cilat do të vinë, mendoj, si në nivele partijake të secilës parti, edhe në nivele individuale të secilit kandidat. Pjesëmarrja ulës së tërësi patjetër që ndikoi në votën absolute të secilës prej partive politike. Zotëri Regjinali, faleminderit shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë dhe analizën tuaj. Ju përshëndes. Faleminderit. Tani do të shkëputemi për një blok të shkurtër marketing.